me njëherë. Mirëmëngjesi drejtor. Mirëmëngjesi edhe për juve. Si është gjendja tash me mbeturinat e pas këtë aksionin që e bët? Me herët dorën zemër thash nuk ja u pas miditur vlerën punëtorëve të higjienës të pastrimit se u desh. Unë e besoj që vlerën punëtorëve të pastrimit ja u kemi ditë gjithherë dhe janë për të respektu puna e tyre gjithherë, sakrifica që ata bëjnë. Fati i tyre i keq, po edhe i gjithë qytetarëve është që ndërmarrja e pastrimit ka një menaxhment tepër, po e them kështu bukfalisht të keq, jo funksional, dhe që nuk po i del zot as obligimit që e ka ndaj kryeqytetit, po as edhe obligimit ndaj punëtorëve, duke i lënë edhe pa paga, po edhe pa kushte pune. Mirë, aktualisht nuk mblidhen dot mbeturinat në shtëpi, apo jo? Kjo është gjendja. Ne kemi filluar parmbram me një mundësi që e kemi pas alternative, një kompani të cilën e kemi angazhuar vetëm për një fazë emergjente, e cila nënkupton edhe ditën e sotme. Ne po mendojmë që më zvoni deri nesër ta kemi zgjidhjen e dytë alternative, inkuadrimin edhe të një operatori ekonomik, i cili në masë të madhe do e bjen situatën në pikën 0 deri në fund të këtij vikendi. E pastaj nga hëna e tutje do shohim nëse ndërmarrja pastrimi e merr veten dhe është në gjendje që spaku një zonë ta mbajë si sektor për ofrim të shërbimeve, atëherë ne do jemi të gatshëm të bashkëpunojmë tutje me ndërmarrjen pastrimi. Përndryshe ne kemi obligim si nivel komunal të përkujdesemi për pastërtinë e kryeqytetit dhe çfarë do qoftë akti nënligjor, siç po thirret pastrimi, rregullorën për menaxhimin e mbeturinave dhe plotësim ndryshimi i saj, i cili po ashtu është në kundërshtim me ligjin, nuk mund ta vejë në pikpyetje shërbimin ndaj qytetarëve dhe imazhin tani tepër të keq që është krijuar në kryeqytet. Kështu që ne do e marrim këtë çështje si drejtoria e shërbimeve publike komplet në dorën tonë dhe nga hëna i siguroj qytetarët që do e kemi një gjendje krejt ndryshe për të vazhduar pastaj drejt synimit tonë që e kemi pasur në fillim vitit 2025, Prishtinën kryeqytetin më të pastër në rajon, po që fatkeqësisht me tentativat që u bën për plotësim ndryshimin e rregullorës, me krejt këtë katrahur që u shkaktu, natyrisht na kthyn disa hapa mbrapa, mirë po shpresoj që tani e tutje do vazhdojmë ta shtym përpara konceptin tonë për Prishtinën e pastër dhe nuk do kemi të lashe të tilla më asnjë. Sipas jush, nga kjo gjendje do dilet tek java e ardhshme, apo? Jo, nga kjo gjendje ne po pretendojmë që do dalim deri në fund të së dielës dhe nga java e ardhshme pastaj do e kemi situatën komplet në dorën tonë, sepse tani për tani jemi duke bërë vetëm intervenime emergjente me ekipe emergjente të cilat nuk janë të kontraktuara për këtë shërbim, por janë në kontratë me komunën e Prishtinës për shërbime të ngjashme, identike, dhe ne po them tani me këtë situatë të imponuar, ka qëndash që të bëjmë diçka që kryeqytetin mos ta lëmë që ta mbulojnë mbeturinat si pasojë e mos kryer shërbimit të ndërmarrjes pastrimi. Një pyetje, ju i keni kontraktuar këto kompani private, po mendoj që do të merren tash me ato zonat e caktuara, në mënyrë që kompanisë pastrimit i mbetet vetëm një, apo ende s'kan përfunduar procedurat atje? Ne jemi shumë afër në shkrimit kontratave, kështu që po besoj që një gjë e tillë do ndodhë sot gjatë ditës. Okej. Sepse nëse nuk ka kontrata, pastaj sërish të hënën do të jemi në të njëjtën situatë, apo? Ne nuk do jemi të hënën në të njëjtën situatë, për këtë ju garantoj juve dhe qytetarët. Okej, mirë, do të presim. A do të ketë subvencionim të pagave për punëtorët e pastrimit, se më shkruajnë çdo ditë? Kryetari i kryeqytetit e pati vullnetin maksimal, e nxorri vendimin në asamblejnë komunale për të votu subvencionimi i punëtorëve të ndërmarrjes pastrimi për pagat në vlerë për 300.000 euro. Dhe çuditërisht bashkë këta që kanë bë krejt këtë të llovi, Partia Demokratike e Kosovës e lëshoi seancën, nuk pati quorum dhe nuk pati mundësi të kalojë kjo pikë rendi ditës, ndërsa është domosdoshme që një pikë rendi ditës që ka të bëjë me subvencionim të kalojnë në asamblejnë komunale. Vrejta PDK-s ishte tek renditja e agjendës realisht. Kjo ka qenë një mbledhje më herët, pastaj kryetari thirrri një seancë të jashtëzakonshme, dhe në seancë të jashtëzakonshme u fut ekstra pikë rendi ditës subvencionimi i ndërmarrjes pastrimi me 300.000 euro, edhe asamblesët e Partisë Demokratike të Kosovës me një arsyeshmëri banale, sepse a ditë nuk pati mundësi me qenë kryetari prezent për shkak që ka qenë udhëtime zyrtare jashtë vendit, edhe marrën si pretekst edhe lëshuan në seancën, kështu që në mungesë quorumit pastaj nuk kaloi kjo pikë rendi ditës. Është për keqardhje me të thënë të drejtën, sepse në njërin anë na kanë shkaktuar shumë të lashe,
gjajse duke u vu në mbrojtje të interesave të punëtorëve të ndërmarrjes pastrimi, po në anën tjetër gjithherë po dalin pikërisht ata që po i shkaktojnë problemet më të mëdha që po i prekin interesat pikërisht këtyre punëtorëve.